Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ju përshëndesim në paqen e Krishtit në këtë emision kushtuar litanive të Zojës së bekuar. Sot do të ndalemi te një thirrje e thellë dhe shumë domethënëse për jetën tonë shpirtërore. Virgjëra besnike. Maria, nëna e Jezusit, na shfaqet si shembulli më i lartë i besnikërisë ndaj hyjit, ndaj fjalës së tij dhe ndaj misionit që i është besuar. Ajo nuk e ndërtoi jetën e saj mbi ndjenja të përkohshme, por mbi qëndrueshmërinë, bindjen dhe dashurinë e palëkundur ndaj Zotit. Në çdo etapë të jetës së saj, ajo mbeti e fortë, e qëndrueshme dhe e përkushtuar edhe në çastet më të vështira. Në këtë emision do të meditojmë mbi këtë figurë të bukur të Marisë si virgjëra besnike, duke parë se si besnikëria e saj bëhet për ne një dritë dhe një shembull për ta jetuar fen tonë me qëndrueshmëri, dashuri dhe përkushtim të plotë ndaj hyjit. Ajo nuk e braktisi të drejtin kur ajo shit, lexojmë tek libri Urtis kapitulli 10. Tek ajo është fryma e urtis, e sigurt, e ëmbël që e do të mirën, e shpejt që nuk pengohet nga asgjë, e qëndrueshme, e sigurt, e patundur. Kur një grua në turm ngriti zërin dhe e shpalli të lumtur nënën e Jezusit, sepse kishte lindur një birë të tillë, Zoti ynë u përgjigj. Po, më tepër janë të lumtur ata që dëgjojnë fjalën e hyjit dhe e zbatojnë. Me këtë po, ai e pranon se nëna e tij është e lumtur, por vendos parimin se sado i lartë apo i shenjtë të jetë gjendja në të cilin na vendos hyji, ajo nuk na sjell dobi nëse nuk i përgjigjemi dhe nuk jemi besnik ndaj hirit. Dhe për këtë, ai e lavdëron Marin edhe më shumë se sa për faktin që është nëna e tij. Vet fjala e hyjit përmes së cilës u krijuan të gjitha gjërat, i u besua kujdesit të Zojës son, dhe ajo e përmbushi me besnikëri këtë detyrë. Barind dhe mbretrit e gjetën fëmijën me Marin nënën e tij. Kur duhej të ikte për të shpëtuar jetën e tij, ajo iku me të, duke lënë shtëpinë, vendin dhe miqt, më mirë se sa të ndaj nga fjala e hyjit e bërë njeri për ne. Gjatë rinisë dhe moshës së tij të re, ajo ishte gjithmonë me të. Kur pafaje humbi për pak kohë, ajo e kërkoi me besnikëri dhe me lot derisa e gjeti. Por besnikëria e saj u shfaq më së qarti në kalvar, kur u gjet duke qëndruar nën kryq, duke marrë pjesë në turpin, përbuzjen dhe vuajtjet e fjalës së mishruar. Ajo nuk e braktisi të drejtin kur u shit, por Maria ishte besnike edhe në mënyrë më të zakonshme. Ajo i zbatonte me përpikëri të gjitha urdhërimet e ligjit. Ishte besnike ndaj hirit në shkallën më të lartë dhe ndaj detyrës me qëndrueshmëri të plotë. Ajo i ruante në zemrën e saj të gjitha fjalët që dilnin nga goja e birit të saj hyjnor, ose që thuheshin për të nga engjëjt dhe të tjerët. Maria i ruante të gjitha këto fjalë në zemrën e saj. Ajo ishte besnike edhe ndaj atyre që i donte, dhe kë donte ajo? E sigurt që e do të mirën. E mira është vetëm një, hyji. Prandaj ajo e deshi atë mbi gjithçka dhe i deshi të gjitha krijesat për shkak të tij, duke i dashur të gjitha në të dhe atë në të gjitha. Prandaj edhe ne bëhemi objekt të dashurisë së saj. Çfarë mendimi ngushëllues është se kemi një mikë të tillë. Dhe me qenë se ajo është virgjëra besnike, ajo është dikush tek e cila mund të mbështetemi. Ajo është e qëndrueshme, e sigurt, e patundur.
Një mik besnik është ilaçi i jetës. Sa shumë sprova lehtësohen kur kemi dikë të cilit mund t'i tregojmë dhe që duke na dëgjuar mbashkëndjejnë si të ishin të tijat. Të vërtetën e këtyre fjalëve do ta përjetojmë nëse e marrim Marin për mikesh. Ajo është e fuqishme, ajo do të na mbrojë dhe na ruaj kur kemi nevojë dhe të tjerët na lën. Mos e braktis dhe ajo do të ruaj. Duaje dhe ajo do të mbrojë. Ajo do t'i shtoj kokës sate kurorën e hirit. Dhe sa më shumë ta kemi imituar në jetën tonë besnikrinë e saj ndaj fjalës së hyjit, ndaj Jezusit, ndaj hirit dhe detyrës, aq më afër do të jemi fronit të Virgjës besnike dhe aq më shumë do të nderohemi nga miqësia e saj në mbretërinë e amshuar. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Filtisht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera i qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi i të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna e hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona,
por o Virgjra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jonë dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në për ndërmjetësitë së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur të gjues të Radio Marisë së Kosovës, ndërsa po e mbyllim këtë emision kushtuar Virgjërës besnike, le të marrim me vete mesazhin e saj të qëndrueshmërisë dhe të besnikërisë së palëkundur. Maria na mëson se besnikëria nuk është vetëm një ndjenjë momentale, por një vendim i përditshëm për të qëndruar pranë hyjit, për ta ruajtur fjalën e tij në zemër dhe për ta jetuar atë me përkushtim edhe në sprova e vështirësi. Ajo qëndroi pranë Jezusit në çdo moment të jetës së tij dhe sidomos nën kryq, duke na treguar se dashuria e vërtetë është e qëndrueshme deri në fund. Le t'i lutemi Zojës së bekuar që të na mësoj këtë besnikëri të fortë, që të mos lëkundemi në fe, por të qëndrojmë të palëkundur në dashurinë ndaj hyjit dhe në shërbimin ndaj të tjerëve. Faleminderit që ishit me ne, Zoti ju bekoft dhe Virgja besnike ju shoqëroft gjithmonë në rrugën e jetës suaj. Virgja besnike, loto për ne.